Si ndihesh sot zyrtarisht si non grata në Greqi? Në fakt, nuk është hera e parë që kam patur probleme me autoritetet greke, kryesisht për profesionin tim, jo për si qytetar, jo si qytetar I thjesht, por për shkak të punës time si reporter dhe për shkak të ngjarjeve që kanë zbuluar, që kanë bëjnë kryesisht me involvim të interesave ultranacionaliste, shoviniste greke në territorin e Shqipërisë. Ti përmendit disa kolegë të tjerë, pra rasti I Mari Memës është për shkak të dokumentarëve që ai ka bërë në zonën e Çamërisë, e cila tashmë është një pjesë të cilën Greqia jo vetëm që ka po shkon gati një shekull që e ka aneksuar, por nuk e diskuton fare askush, as qeveritë tona, as politikanët tanë nuk guxojnë më ta ngrenë, jo më të kërkojnë hapa konkret, pa as ta diskutojnë fare në takimet e përbashkëta që bëjnë me politikanët apo me qeveritarët grek. Rasti tjetër, në fakt, unë tani e kam marrë vesh I Aulon Kalas, është për një dokumentar. Bëri publike tani dhe tha në 2019 jam shpallur. Po, ka shumë. Shiko, unë mbas rastit tim, për shembull kam patur shumë kontakte me shqiptarë të cilët kam mësuar të njëjtën gjë, qytetarë shqiptarë, emigrantë, të cilët u është vendosur ky lloj dënimi po I quaj, por nuk është, se interesante është që nuk kemi të bëjmë me një, po marr rastin tim, nuk është një vendim gjyqësor, që ti kesh mundësi ta apelosh. Pra është një vendim administrativ I qeverisë së një vendi të Bashkimit Evropian. Pra që ti nuk ke hapësirë dhe mundësi ku të drejtohesh dhe ku të ankohesh për ta zgjidhur këtë si lloj shkelje që të bëhet ndaj tesh, një shkelje haptazi e lirive të drejtave të njerëzit. Është aq më tepër thash që e bën një vend I Bashkimit Evropian dhe për më tepër kur e bën për shkak të detyrës, për shkak të profesionit që ke si gazetar. Sepse thash nuk është grad, po themi edhe kjo në nivelin e patriotik apo në nivelin e punës tënde të vyer për shumë vitesh një grad lartësimi kjo nën grada, sepse realisht një shtet ndonjëherë shovinist siç është grek me të shpallë nën grada është edhe një fanderi. Shiko, një vend I vjetër me një histori pakën se kemi mësuar ne me një me një lashtësi, por edhe shteti modern grek, ky që është sot, është I themeluar, I krijuar gati një 100 vjet para shtetit ton, sepse kontributi që kanë dhënë shqiptarët dhe arvanitasit atje ka qenë jashtëzakonisht I madh.